Kërkon ata? Po përpiqem ta gjej ku jemi ne. Mezi duket. Një vijë në hartë dhe fillon lufta. Një firmë në një dokument dhe ndryshon fati i miliona njerëzve. Një vendim në Washington, Moskë apo Pekin dhe pasojat ndihen edhe këtu në Shkup. Shpesh mendojmë se gjeopolitika është diçka e largët, diçka që ndodh në Ukrainë, në Gaza, në Tajvan, por e vërteta është se çdo krizë globale troket edhe në derën tonë. Çmimet rriten, ekonomia lëkundet, siguria vjet në pikpyetje. Madje, edhe ardhmja jonë evropiane varet nga zhvillime që ndodhin mijëra kilometra larg në një botë ku aleatët ndryshojnë, luftrat shtohen dhe fuqitë e mëdha po rindajnë ndikimin e tyre. Ku ndodhet Maqedonia e Veriut? A jemi pjesë e lojës? Apo vetëm spektator? Unë jam Teuta, ky është Roç. Për dilemat e së ardhmes, son, por edhe të botës, me profesorin universitar dhe njohësin shumë të mirë të politikës globale, politikës së përgjithshme, profesorin nderuar Rizvan Sulejmani, shumë faleminderit që ndatë kohë për Troç. Kënaqësi me ju. Profesor, do fillojmë me Maqedoninë, vazhdojmë në Evropë, edhe në botë, ashtu si e rrotullonja dhe globin pak më herët. Prej më shumë se 2 dekadash dëgjojmë se BE-ja nuk ka alternativ. A ka ardhur koha të pranojmë se pengesa nuk është vetëm Brukseli, por edhe mungesa e reformave dhe vullnetit tonë. Një nga çështjet që më shumë ti më irriton në diskursin e përgjithshëm politik dhe debatin qoftë intelektual dhe politik është se shqiptarët apo Ballkani nuk ka alternativë, nuk ka rrugë alternative, ka vetëm një rrugë, ka BE. Si njëri i studimeve politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në raste të caktuara, unë thjesht mua më irriton ajo, për arsye se nuk mund ta imagjinoj në shikim të tillë me një drejtim, sepse edhe atje ku nuk ka alternativë, inteligjenca dhe politika duhet krijojë alternativë, o çështje tjetër se cila është më e mirë ose më e keqe, por çdo zgjedhje duhet të jetë zgjedhje racionale në mes alternativave. Nëse ju nuk keni alternativë, nuk keni zgjedhje. Nëse nuk keni zgjedhje, ju nuk keni liri. Nuk keni liri, do të thonë se fundamenti i Unionit Evropian dhe funksionimit të Bashkimit Evropian dhe gjithë demokracisë bazohet në liri. Ashtu është. Kështu që nuk mund ta imagjinoj diskursin dhe debatin e përgjithshëm politik që flet se ne kemi alternativë. Alternativat gjithmonë ekzistojnë. O çështje thash, sa është e mirë, sa është e keq. Për një moment caktuar apo në perspektivë. Për shembull, kjo çështje e zgjedhjes së problemeve në Ballkan nuk është e rastësishme që kërkohet të jetë zgjedhje mbi parimin e integrimit, por paraprakisht si parakusht u vendos antarësimin e NATO. Po. Dhe pse ishte ky parakusht? Edhe pse u vënë kritere shtesë për Ballkanin, siç ishte stabilizim asociimi, program që nuk vlen dhe për shtetet paraprak, pastaj ngritja e kritereve për antarësim, që u revidu me kërkesë të Francës, do të thënë gjithë këto për Ballkanin. Dhe mbi gjithë, pse ne quhemi Ballkan perëndimor? Pse nuk quhemi Evropa juglindore? Evropa qendrore. Dhe fakti që ne jemi Ballkan, fatkeqësisht jemi veç, jemi të ndarë. Diçka ndryshe. Do thonë, ende në Evropë, perceptimi për këtë pjesë është tjetri. Nuk është Evropa fatkeqësisht. Dhe gjithmonë në konotacion negativ. Se atje gjithmonë ka disa konflikte, se atje gjithë ka probleme, atje prodhohet matur për histori se mund të konsumohet, atje është një burë baruti që në çdo moment mund të eksplodojë, e kështu me radhë, gjithë këto janë paragjykime të krijuar për një realitet geopolitik që është rezultat historisë dhe gjeografisë në të cilën e gjendet. Shpërbërja e Jugosllavisë prodhoi shtete me madhësi asimetrike. Për një shteti me 700.000 banor si që është Malizi, gjerë me një Serbi me 7 milion, me armatim të madh. Maqedonia multietnike
me 2 milion e diçka, një Kosovë me 1.500.000 multietnike, gjithë kjo asimetri ishte e pamundur të stabilizohet Ballkani nëse paraprakisht nuk do të futeshin në mbrojtjen kolektive të NATO-s, që në përkthim më të thjesht nuk kupton faktikisht një lloj çarmatimi apo zvoglimi i fuqive ushtarake shtetërore për llogari të mbrojtjes kolektive siç është NATO. Mirë po, ky parim u prish në momentin kur Bajdeni atëherë në kapacitetin e nënkryetarit të shtetit ja hoq kushtin kryesor që e kishte Serbia për antarësim, pranimi i Kosovës së pavarur dhe antarësimin në NATO. Dhe kjo i prishi balanset dhe krijoi një situatë të disbalansuar dhe gjithë koncepti i stabilizimit të Ballkanit përmjet antarësimit në NATO dhe evropizimit dhe antarësimit në NATO e hupi kuptimin. Profesor, shqiptarët, më falni, se dua të pyes shumë pyetje dhe të marr shumë përgjigje sepse vërtet po qartësoni shumë mirë çështjet. Shqiptarët janë shumë pro-Evropës, por kohës të fundit po bëhen skeptik. Ashtu siç u shprehet edhe ju në fillim se ndoshta ne duhet të shohim një alternativë tjetër përveç BE-s. Si mund ta ndikojë ky skepticizëm i shqiptarëve eurointegrimin? Unë për dallim prej shumë analisa ndoshta duhet ta shoh si pozitive, si pjekuri politike. Janë lodh? Jo, sepse unë isha vetë dëshmitar në një moment caktuar kur me një konferencë ndërkombëtare në Dubrovnik, atje me një eufori, thash se shqiptarët 80-90% janë pro NATO-s, pro Unionit Evropian. Po. Edhe një diplomat me finesë më tha se kjo nuk është normale. Se 90% të jenë pro NATO-s apo pro Unionit Evropian, ajo do të thotë se atje o nuk ka mendim kritik dhe alternativ o fare njerëzit nuk mendojnë. Në thamë, nuk është normale dhe nuk ka një botë të tillë ideale ku gjithë spektri janë një mend dhe gjithë do të jenë të akomoduar mirë. Kështu që e shihni si pozitive që kam filluar Ka të një mendoj. rregull të pashkruar, sa më afër jeni Unionit Evropian, opinioni publik bjen dhe lufta duhet të jetë kush do të fitojë 51%. Pro Unionit. Se atëherë popullata vetë disohet dhe kupton çka nuk kupton Bashkimi Evropian, cilat janë kriteret, cilat janë çmimi, cilat janë dobit, cilat janë benefitet dhe cilat janë mangësit në futje në një bashki evropian. Prandaj, nuk duhet shihet aq tragjike nëse bjen opinioni publik, por nën kriteriumin se është hap debati publik dhe tash gradualisht miti për Evropën fillon e demitologizohet dhe dekonstruohet dhe shihet në realitetin si është. Dhe tani popullata mbi këto realitete duhet bjerë vendim racional. Unë edhe ma të tjetë gjykoj se për rrethanat saktume është Unioni Evropian zgjedhja më e mirë, por nuk është zgjedhja e vetme. Por nëse nuk është zgjidhja e vetme, profesor, ka shumë qëndrime se nëse vazhdojnë kontestet me Bullgarinë, ndryshimet kushtetuese, këto që na mbajnë në këtë statusin quo dhe në dhomën e pritjes të BE-s, do të ketë ndikime nga forca tjera, Rusia, Kina e kështu me radhë. Ndikimet nga forca tjera janë të pashmangshme. Pasaporte si një instrument për kufizimin e qarkullimit të njerëzve nuk vlen edhe për qarkullimin e informatave. Qarkullimi i informat nuk i njeh kufit shtetënor dhe nuk e njeh pasaportën si mehanizëm për mbrojtje që të mos deportojë. Ashtu është. Dhe në ndikim në kësaj ndikime do të ketë. Rreziku i shqiptarëve nuk vjen nga ndikim. Rreziku i shqiptarëve është shumë më i thellë, nga humbja e trumbullarit, boshtit ontologjik të shqiptar, të krijimit të mendësisë shqiptare, epistemologjisë i themi ne shqiptare, të pazuar
në vetë kulturën, traditën, historike, mi vjeçare të shqiptarë. Ne ju kemi mbjetu të gjithë. Themi se jemi popullin më i lashtë, më i vjetër në Ballkan, edhe tash për një herë na kap paniku dhe frika se çka do të ndodhë. Po kemi mbjetu në lloj-lloj perandori, kemi mbjetu lloj-lloj pushtime dhe kemi jetu. Gjersa kemi pas strumbullarin ontologjik tonin me epistemologji shqiptare në të bazum në atë çka është traditë, kulturë e jona. Por këta shkëm përshtypje se në këtë euforin e antarësimit sa më shpejt, në këtë krijimin e ideve pa alternativ, nëse kjo nuk është fatalitet, ne në sent e kemi thy faktikisht boshtin kurizor ontologjik që realisht rrezikohet sot identiteti shqiptar. Dhe në këtë situatë, kur ki bosht ontologjik, epistemologjia shqiptare është vunë në pyetje, identiteti sot shqiptar fatkeqësisht në shumë raste edhe në Evropë njihet nëpërmjet disa djemve muskulos që paraqiten për Amerikës Jugore, duke baf shqiponjan me dur, apo disa zonjave në për qendrat saktume në Dubai, që në Evropë ajo nuk është vetëm se nën tokë. Kurse për shtetet serioze bile shihet edhe si siguri, edhe rrezikim sigurie, dhe kjo është rreziku kryesor, sa ato e dominojnë me paraqitjet e tyre në opinionin publik evropian dhe krijojnë një pasqyrë tjetër fare për popullin shqiptar dhe bën model për një pjesë të popullatës e cila është e papragatit me këtë zhvillim të madh tekniko-teknologjik që sot ndodh në Evropë. Sepse nuk e kemi konceptualizu këtë botë post-historike, post-moderne, post-vërtetës, në cilën jetojmë dhe tash të inteligjencës artificiale e cila na ka mbri. Shumë e vërtet, profesor, por përsëri Ballkani, siç thatë pak më herët, është një vend që nuk janë ndalur rivalitetet. Si e shihni tani këtë kohën e teknologjisë moderne? Ballkani është kjo që është, por nuk do të thotë se brenda historisë nuk ka edhe momente të ndritur. Edhe nuk mund të jetë model bile për funksionim edhe për Bashkimin Evropian. Në këto troje, geografia i ka imponu që të krijohen entitete të veçanta që sot janë ngritur në nivel kombi, ose bëjmë përpjekje të bëjmë kombe dhe shtete, se atë ka imponu geografia. Mirë po tash, kur teknologjia, barierat geografike i te i kalon dhe komunikimi intensifikohet ndërmjet tyne komuniteteve, mundësia e komunikimit dhe krijimit të një sinergjie autentike që gërsheton brenda vetes disa civilizime, disa kultura dhe disa religione mund të jetë model se si funksionojnë pas një sistem në fakt. Ajo që është deficit real sot në Evropë, në botën globale. Mund të jemi model nëse dim gjithë këtë, ta modelojmë, ta teoretizojmë, ta filozofojmë dhe mandaj politikisht ta paketojmë që populata të mund atë ta përvetsoj dhe ta bëj si vlerë të vetën. Shumë mirë. Mirë po e keqja se ne shumë pak gjermojmë në historinë tonë, në themelet tona, në ontologjinë tonë, nuk arrim ndërtojmë epistemologjinë tonë, autentike, dhe si pasoj nuk e vlerësojmë edhe vetën. Indigjente, e mbrëmshme, prej vetë neve, dhe bëhemi faktikisht në vend subjekt historik, bëhemi objekti historisë. Shumë pak ke guxim sot intelektual, mos themi politik, që dikush bëj përpjekje që pozitën dhe shqiptarit bëhet subjekt i këtij lëvizjeve të reja, s'paku në region, s'paku në... Nga dalë po japim shenja, prof, që
do të bëhemi subjekt me shpresë. Shpresojmë se Do dalim tash pak në botë, po pra për ndikimet e ne, lufta në Ukrainë ndoshta e kemi harruar si ngjarje sepse ka zgjatur shumë, por ju e ndiqni ngjarjet me vëmendje, si do ta ndikojnë sigurinë këtu gjithë këto zhvillime atje për kaq kohë të gjatë. Po, lufta në Ukrainë ishte një alarm, por që shumë vonë e zgjoi Evropën. Jo lufta e para 4 viteve. Lufta e 2014 kur pushtu Krimeja. Ishte alarm që Evropa nuk desh ta Vënë pa, po. ta vënë pa dhe ta realizoj. Lufta e Ukrainës, luftat në lindjen e mesme, paraprakisht Afganistani, Iraku. Sipas meje, unë edhe mundu ta shkruaj në paraqitjet e mia dhe në kolumnat e mia, i kanë një shkak kryesor. Grindjen e një poli të ri në lindjen e largme që është Kina, e cila bën presion që të afrohet në tregun tjetër më të pasun që është tregu evropian. Në atë lëvizje, që nuk është vetëm lëvizje tregtare, jo vetëm teknologjike, çdo ditë më tepër bëhet edhe teknologjike, por edhe kulturore, ky mes vend duhet disi të menaxhohet që të hapet rruga në komunikimin e këtyre dy civilizimeve. Historikisht është përduftu kur perëndimi dhe lindja e larme janë në njëjtën nivel të zhvillimit që ka qenë parapërsisht në shekullin e parë dhe dytë para erës sonë, Pax Romana dhe perandoria kineze, atëherë zhvillohet ashtu quajtur në brezi gjithësisht rruga e Mandafsht, në përpjekje për afrim dhe për spari herë lindja depërton në perëndim, aso kohë që në efekt fundit prodhoi edhe shkatrimin e perandorisë romake. Si rezultati presioneve që bënte në fiset asë kohë gjermane dhe slave që prugjerit e shkatrimit. Normalisht atër protestit ishin shumë më ngadalshme se sot. Në shekullin e 15, parapërsisht Evropa dhe Kina ishin në njëjtin nivel zhvillimi. Që gjithashtu solli jerit e depërtimi i lindjes në perëndim nëpërmjet perandorisë osmane. Parashikimet janë se Kina dhe perëndimi në kuptim Evropa bashkë në Amerikë do të arrijë nivelin e njëjtë të zhvillimit, qoftë GDP, qoftë zhvillim tekniko-teknologjik. Bile tash ajo shkurtohet ky periudhë, mund të arrihet edhe më herët, po më herët, dhe është për të prit që presioni i Kinës të ndjehet këtu, po ne nuk e ndjejmë drejt nëpërmjet Kinës, po e ndjejmë nëpërmjet depërtimit, ardhja të këtu e të turqve, ardhja të disa tyne, këto janë nus efekte faktikisht të një presioni që vjen prej Kinës. Edhe këto luftat që sot zhvillohen, në esencë janë mu këto lufta. Nuk është rreziku, profesor, që mund të inkuadrohen edhe fuqitë e tjera ndërkombëtare? Dëgjojmë mendime ndoshta edhe konspiracione që lufta e tretë po vjen, sepse e dini që lufta në Gaza po devion edhe në... Kishte disa shkrime që në kohën e Bidenit, që thoshin se lufta e tretë ka nis, po zoti Biden se ka kuptuar ende. A jemi në luftë të tretë? Është çështje debati. Ka mendimtar që thonë që ne veç jemi në luftë të tretë. Po pra, po. Në Evropë ende qarkullon termi para luftë, në gjendje luftë, po jo në luftë. Se konceptet historikisht kanë evolu. Për shembull, më herët në kohën e luftës së ftohtë ekzistonte ashtu quajtur deterrence. Bombat atomike nuk prodhoheshin për të përdorur, po për të parandaluar përdorimin. Pas 2001-shit, që ndodhi sulme mbi kullat binjake, koncepti ndryshoi të përspari herë u fut
në konceptet të mbrojtje dhe sigurisë amerikane dhe një term i ri që nëse një shtet është në prak ose para nisjes së një sulmi, të fitohet e drejta ai të sulmohet. Që atëherë unë isha antar i asamblesë parlamentare të NATO-s, u hap debat i madh dhe u paralemru se mund të jetë të keq përdorët. Gjoqë gjë në mënyrë u përdor gjatë sulmit në Irak. Nëse ju kujtohet atër evropianët, francesët të mostrojshin. Kurse sot, çdo ditë më tepër, përmnohet prevention. Po. Parandalim. Po parandalim jo i një sulmi të mundshëm, po që mund me një moment saktu. Ndodh. E frikshme, komplikume, të gjitha bashkë. E komplikume, por kjo tash në pa një debat që mediumet shumë pak e kapin, ose e kanë dëgju që për spere herë papa i cili hap brenda kishës katolike rishqirtimin e termit luftë e drejtë. Që është definu qish me Shën Augustinin e Toma Akvinski në shekullin e 12 dhe sipas kishës katolike dhe papës momental në shumë raste kjo term dhe këtë definim i luftës së drejtë sikur është mplak edhe duhet të ridefinohet. Mu për shkak mundësisë për keq përdorime nga shtetet saktume, duke marrë përballë mu luftën e Ukrainës, që Rusia sulmoi një shtet, dhe lufta që ndodh sot në lindje. Do të thonë, një çështje që politika nuk arrin ta aktualizojë, një institucion jo politik, por që ka ndikim shumë të madh në politikë, vetëm veçanërisht në politikën perëndimore, siç është Kisha Katolike dhe Papa, e hapin si debat. Dhe jo rastësisht e keni pa pat një konflikt ndërmjet Trumpit dhe Papës, dhe veçanërisht James Vance'it me Papën rreth këtyre terme. Që mos të kthehet lufta e drejtë si koncept. Drejtë, po. U kthye Donald Trump. Ju kujtohet tani. Pasimi të Donald Trump, ai është tani ylli i ngjarjeve në thojza. U kthye ai në shtëpinë e bardhë. Çfarë do të thotë kjo tani për sigurisht SBA-t, për NATO, për Ukrainën, e kështu me radhë. Unë isha thënë Donald Trump ishte një keqje domosdoshme nëse mund ta quajmë keqje. Evropa dhe bota kishte nevojë për një alarm dhe zgjim. Se konceptet e ndërtuar me vite, mos themi me dekada, duke filluar nga studimet e interpretimet e politikës që veçanërisht ne jemi të ndikuar shumë. Një politike globaliste, idealiste, se parimet, rregullat, ligjet, miqësitë janë ato që e bëjnë fuqinë, dhe mbi gjithat fuqia e botë, e demokracia liberale dhe ekonomia e tregut janë triumfuese ka si një lufte të bllokeve dhe ideologjike, dhe ai model nëse arrin të imponohet, paqja në botë do të arrihet. Por ne e pam që s'është ashtu. Po pam që arrin, edhe se teoretikisht ai u debatu me një mbas luftës dytë botërore ndërmjet dy mendimtarë të Fukuyamës në atë kohë, me atë librin e vet të njohur fundi i historisë dhe njeriu i fundit, dhe Huntingtoni Clash of Civilization, përplasje civilizimit, që ishte të dy për njëjtit universitet, por që kishin shikime të kundërta, që sot veçanërisht pas ngjarjeve të 2001-shit, idetë përplasjes së civilizimeve të Huntingtonit, po thoj se Huntingtoni shpati profesi. Dhe çdo të më tepër u bë pjesë e debateve dhe mendimeve politike. Trumpi thjesht e kuptoi një çështje, se Evropa veçanërisht Amerika nuk mund të jetë polici vetëm në botë. Dhe se duhet shpërnda përgjegjësia
dhe se nuk ka nevojë ne botën dhe nuk mund ta sundojmë duke shpërndarë demokraci dhe ekonominë e tregut si mehanizëm dhe mënyrë për arritjen e paqes. Pushtetit të. Prandaj ai tha në promovimin e tij, tha unë nuk bëj miqësi mbi parimin e vlerave të përbashkëta, po mbi parimin e interesave të përbashkëta. Po, ashtu thot. Po, do të thënë, ai konceptin globalist, universalist e shndroi në partikularisht, si themi, izolacionist, duke bë përpjekje që sovraniteti të kthehet shteteve si aktor kryesor në luftën globale. Kush e fiton sot betejën e luftës globale? Po dëgjojmë se Kina po arrin. Është çështje, t'ju them pak, mujsh. Ashtu? Që do ndryshon gjërat? Në çfarë kuptimi mujsh? Se neve flasim gjithmonë, kur flasim për jetë, flasim për jetë kronologjike. Nuk flasim për jetë teknologjike. Ç'është dallimi? Shekulli 20, krahasim me shekullin 21, nuk ka 100 vjet mbrapa. Në aspektin teknologjik. Është 18.000 vjet mbrapa. E vërtet. Në aspektin teknologjik, do të thonë shpejtësia. Atë shumë jemi zhvilluar për të 100 vjet. Edhe zhvillimit teknologjik. Unë bëna disa matematika dhe më dol se 1 vjet i shekullit 20 është baraz me 23 ore disa minuta në shekullin e 21 në aspekt të zhvillimit teknologjik. Çka nuk kupton ajo? Nëse prej zbulimit deri te implementimi në shekullin prak është dash 1 vjet, tash ju duhet 24 më pak se 24 orë. Kur them është çështje muj, edhe para disa ditës kishte një shkrim se vetmja teknologji ku Amerika për momentin ka përparësi karshi Kinës është inteligjenca artificiale, por tha o çështje mujsh. Do të thonë, disa muj ngecje në këtë luftë që bëhet në linjën e mesme mund t'i kushtojë Amerikës humbjen e kësaj garës edhe në këtë sferë. Pse? Për shembull se aty ku ka përparësi më të madhe komparative për momentin Amerika është inteligjenca artificiale, por inteligjenca artificiale kërkon shumë energji dhe kërkon shumë ujë. Nëse çmimi i energjisë për shkak luftës rritet, mundësia për investime në këto bazat zvoglohet dhe ajo e ngadalson procesin e zhvillimit tekniko-teknologjik. E kështu Amerika humb armën më të fuqishme. Kështu që Amerika mund të faktisht ta humbe përparësinë kryesore komparative që e ka krahasim me Kinën sa i përket zhvillimit të inteligjencës artificiale. Prandaj është çështje mujsh, nuk guxon ajo të zgjat pafund, sepse në fund ditës mund të jetë një luftë pafitues, një fitore pafitues. Si që quajmë ne fitore Piros. Asnjë nuk është fitues. Dhe prandaj them është çështje mujsh se kush do ta fiton. Po ne, profesor, për fund ta thomi troç, kur e shihni se do integrohemi? Në çfarë do qoftë alternative, ndoshta nuk është BE-ja. Mua aty është pyetja se në çfarë BE do të antarësohemi ose do të jemi antar. Tash në afrohet në çfarë BE, që janë disa koncepte për BE, apo BE me shumë shpejtësi, me disa qendra, BE me më tepër regione kështu me radhë, dhe normalisht tash ajo oferta e fundit është BE që neve të jemi jo në tavolinë, po diku përskej tavolinës. Mos them tash tani përdorni një fjalë pejorative që ndoshta rrezon edhe nivelin e debatit. Mos jemi një masa nën tavolinë. Ashtu. Dhe thash, varet se në çfarë Evropë. Ne gjeografikisht jemi në Evropë. Në aspektin e tregut të përbashkët jemi në Evropë. Në aspekt të sigurisë jemi, se jemi bashkërisht në NATO. Lëvizjen e lirë e kemi. Dhe të thamë, tash është çështja a kemi të drejtë vendimarrje në krijimin e politikave që krijohen në Evropë. Me gjas,
për momentin një projekcion i tillë nuk është i parapompspaku për një afat mesëm, përveç se edhe ma të tjetë dhe trajtohemi si çështje sigurie dhe paradhom e Evropës me mundësi që neve të kemi qasje në disa fonde shtesë, që në esencë ato që i din, merren me studime dhe i din si funksionojnë fondet evropiane, nuk janë vetë se instrument për integrim dhe lidhje me tregun evropian. E tyre. Evropian. Qartë. Kështu që, thash, varet në cilën Evropë. Ne në Evropë jemi, varet në cilën Evropë. Shpresojmë në atë më të mirën. Faleminderit shumë profesor, që ndatë kohë, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ky ishte Troç, i than fjalët ashtu siç janë.